zotëria, që ne duhet të transformohemi, mos të limitohemi të ato gjërat e konsumit të thjesht, por duhet të bëjmë gjëra më speciale dhe duhet jemi të varur, me fjalë klientat duhet të jenë të varur nga ne. Dhe çfarë do thotë kjo? Do thotë që ti duhet bësh atë çfarë po bën ka bërë dhe Romania. Në Romani nuk ka më produkte të lira. Intimo prodhohet në vende të botës tretë. Ti duhet bësh produkte speciale që klientit të ketë varësi. Por duhet kemi edhe diçka parasysh, që edhe tregun e brendshëm ne nuk duhet ta nënvlerësojmë. Ne shohim që në tregun e veshjeve 70% e veshjeve vijnë nga jashtë. Dhe për më tepër vjen një cilësi jo e mirë, vjen me fjalë një ca çmime që nuk kanë lidhje me produktin, për më tepër kemi edhe produkte fake. Dhe kjo ç'a bën? Kjo bën që në momentin që ti duhet të mbështesësh prodhuesin shqiptar, ato çfarë përmendin zotëria që janë shumë suksesshëm. Në vend që ne ti mbështesim të bëjmë një politika proteksioniste po dëshë, sepse po bën Amerika, kur e bën Amerika, ka problem Amerika, pse të mos ta bëjmë edhe ne? Nërkohë çik problem shkallës, se BE-ja është ka një tjetër qasje, ne po duam të shkojmë drejt BE-s, edhe BE-ja është fatkesisht. Ca thon fatkesisht, ca thon fatmirësisht. Është e kundërt në Jo, dakord, po që të mos produktet fake, atë mund ta bëj. Jo, produktet padyshim. Produktet fake normalisht që i zënë vendin e prodhuesit shqiptar. Ju të keni parasysh që në Shqipëri prodhohen, po them, 24 milion palë mbathje dhe Shqipëria importon 20 milion. Eksakt. Të shtini, pse duhet këto, është një produkt, një produkt banal, produkti më i thjesht, pse ne duhet bëjmë të shkëmbim, të eksportojmë dhe për Shqipërinë, për tregun tonë mos prodhojmë ne. A ka nevojë për një politikë të posaçme apo vetë sektori manufakturës mund të krijojë lidhjet vetë me tregun vendas? Unë thasha përpara, nuk mund ta bëj transformimin, nuk mund ta bëj asnjëherë biznesi vetëm se ka bën asnjë vend botës. Dhe e mora shembull Uzbekistani, ka politika të mirë menduara dhe favorizuese për ta zhvilluar këtë sektor. Dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur që në një panajër të shitjes makinave, Uzbekistani ishte me rritje 300%. Në Uzbekistan ishin shit makina qepse 300% krahasim me vitin e kaluar më shumë. Çfarë do thotë kjo? Ka bën një terren të favorshëm për klientët evropian dhe ky treg spostohet. Por ne ajo çfarë është shumë e rëndësishme. Ne nuk duhet këtë know-how, këtë eksperiencë 33-4 vjeçare, ne nuk duhet ta hedhim në kosh. Pse? Sepse ne mjafton që të themi që këtu është krahu i lirë i punës dhe ky biznes duhet shkojë. Jo, ky biznes duhet të ndihmohet, sepse po kalon nga brezi i parë tek brezi i dytë, kanë filluar fëmijët tanë të marrin në dorë menaxhimin. Dhe ky është një produkt i cili është shumë i konkurrueshëm. Më përpara, kur shifshin etiketën Made in Albania, nuk e kishin me qef klientët. Kur tash, si te kputucët, po ashtu edhe te veshjet, produkti Made in Albania shumë i preferuar. Ama këtu ka një kusht, ka një por të madh që e para në çdo transformim jo i gjithë grupi, le të themi, jo i gjithë biznesi arrin të dalë. Jo 100% e tyre transformohen. Dhe në një ekonomi të rregull ato që nuk ja dalin, nuk kemi pse t'i mbajmë me subvencione, se subvencionet nuk janë gjë tjetër veçse taksat tona. Qeveria nuk është se i shpik nga qielli. Unë nuk fola për subvencione, unë fola për politika. Dhe jam shumë konshient që nga 700 ndërmarrje që janë sot, jam i bindur që nga një transformim apo qoftë edhe në hyrje në Europë nuk do mjetojnë gjithë për këtë jemi të sigurt. Por që ajo që është AIKA, ato të cilët kanë guxuar, kanë marrë iniciativa që dalin me produktin, kanë marrë iniciativa që të mbyllin ciklin, ato duhet normalisht që ato duhet ndihmuar dhe nuk thash absolutisht që duhet të subvencionohet. Me fjalë të merren parat nga taksat por me politika, me themi me ndihmë siç bën gjithë Europa, siç bën gjithë bota, ato duhen patjetër. Sepse është tash një pasuri kombëtare, nuk kemi asnjë biznes të ketë një gjatësi 34 vjeçare. Asnjë nga bizneset. Përveç lokaleve, bareve që edhe ato, por i vetmi biznes që ka me hapësirat publike s'ka gjë. Një pasuri kombëtare kjo. Është e vërtetë, që është e vërtetë. E qartë nga ana tjetër, çfarë ka ndodhur me punojësit që kanë ngelur pa punë në vitet e fundit? A kanë zgjedhur emigrimin në këto zona të caktuara apo janë drejtuar sektorëve të tjerë? Punëtorët e biznesit tonë është pak e vështirë të emigrojnë sepse siç dihet migracioni ka një kosto të lartë dhe normalisht edhe për një kohë shumë të por ka pas lëvizje normalisht sepse ato që kanë familjarë të cilët janë spostuar në Europë